Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Po sa relative është dhe koha dhe energjia. Dhe për këto do flasim fakt se jemi me Tesin. Mirëmëngjes Tesi. Na ka hyrë Demi. Është sezoni i Demit. Na ka hyrë Demi ore. Është sezoni i Demit. Tani sa dori sezoni i Demit Tesi? Një muaj. Deri në datën 20 maj është Demi. Çdo muaj hyn sezoni. Kemi kohë të lehtësohemi, domethënë deri në 20 maj. Çfarë do thot kur hyn një shenjë e caktuar? Ne sapo kaluam sezonin e dashit, i cili është plot e përplot me energji dhe shpesh herë. Kjo na shkakton si të thuash mbi ngarkesë energjetike, emocionale, psikologjike, sepse është ideja që duam të bëjmë sa më shumë gjëra, e ndonjëherë përfundojmë të bëjmë asnjë gjë ose të çojmë asgjë deri në fund. Por kur vjen Demi, ne fillojmë bëhemi më me këmbë në tokë, bëhemi më të rrënjëzuar, bëhemi njerëz më të stabilizuar, fillojmë themi nëse në sezonin e dashit donim vetëm të ecni përpara, në sezonin e Demit themi prit një herë se duhet pushoj, duhet të ushqehem, duhet të mendoj, edhe duhet të relaksohem. Dhe unë kam shumë qejf sezonin e Demit, se përveç se është sezoni vetëm që ndihem okej të relaksohem dhe sigurisht energjia e Demit më amplifikon këtë energji brenda meje, por është edhe sezoni që ne të gjithë, sigurisht patjetër Demi afektohet më shumë, po edhe ne të tjerët afektohemi dhe është sezoni që njerëzit lejojnë veten të shijojnë më shumë çdo gjë në jetë. Është sezon që bëhet lek. Po bëhet lek. Po sepse në momentin që ti pushon dhe fillon kënaqesh me çdo gjë që jeta të ofron, patjetër që ti hap portat ose më saktë hap energjinë brenda teje, e patjetër që do vinë edhe të mira materiale, sepse Demi është i lidhur me të mirat materiale. Kështu që ti më sigurisht do bësh shumë para. Është shenja më e lidhur me parat. Është Briciapi, është Demi, gjithashtu është edhe shigjetari, sepse janë vorbullat energjetike që tërheqin, domethënë që kanë më të lindur ose janë më të prirur për të tërhequr. Është gjithkohë baç. Është gjithkohë porri ore qetësore bashkim. Është hiperaktiv, nuk e di sa herë flet ti për para, për kështu me radhë filloni ha trupi, nuk e di çfarë. Janë edhe finalet e Champions League-s e gjërat. Fillojnë, patjetër. Se Mateo investohet, është broker në investicionet tonë ndeshjet e futbollit. Po, broker. Gjithsesi, ne tashmë megjithëse jemi fut në këtë periudhën e Demit, dhe supozohet që duhet të shijojmë të mirat që prodhoi muaj kaluar që vrapuam që jemi me borxhe. Paktën borxhe kemi, të paktën të rrim ata që ata që punojnë. Shpresoj që borxhët e kesh marr me ndonjë synim për të shërbyer mirë për ta. Për të larë borxhin e shkurtit ishte. Kështu fillon, ka borxhi. Hap energjinë tënde këtë sezon, duke qenë se edhe sezonin tënd dhe lejoj. Ja ta shohim. Tani ti ke marr ato kartat mistike. Un kam marr përpara se të kalonim tek letrat për një mesazh për sezonin e Demit për të gjithë. Un do doja të thoja diçka sot, për shembull është dita e tokës. Do doja të jepja 2 këshilla të vogla si mund të kujdesemi ne për mëmën natyrë. Edhe ideja më e mirë për të kujdesur për mëmën natyrë një herë është të stopojmë zgjedhur i plera nga do. Një mënyrë tjetër është për të shkuar në natyrë, për të medituar, për të përqafuar pemët, shumë njerëz kjo mund të duket çesharake, po kjo është forma se si ne lidhemi me mëmën natyrë, së fundja, kjo tokë, mëma natyrë është shtëpia jonë e parë, nëse nuk do ekzistonte toka, ne nuk do ishim fare këtu, dhe nëse ne nuk do ishim këtu, toka do vazhdonte do ekzistonte për së mbari. Po patjetër. Kështu që tjetër, mirë është që sot për shembull është të mbjellim pemë, të mbjellim lule në shtëpi kush nuk ka mundësi që të ketë një tokë apo diçka të tillë, mund të mbjelli ndonjë lule në shtëpi ose të ujisi lulet ose të krasisi lulet që të çelin më mirë, të lulëzojnë më shumë, sepse tani është sezoni perfekt për të kujdesur për lulet, për anvisat ose edhe djemt që kanë pasion lulet që mbajnë në shtëpi. Vështirë them. Vështirë. Jo, ka edhe djemt. Ka edhe djemt. Ka djemt që kujdesen për lulet. Patjetër. Po siç ka djemt që gatuajnë, siç ka djemt që kujdesen për shtëpinë. Është dhe pasion, Merresh me. Është formë meditimi, domethënë.
Kështu që ideja është meditative është kur e mendon. Po, është proces meditativ. Kjo që merresh me bimët me kështu është meditative. Me bimët. Me bimët është si. Po edhe kur gatuan meditim është. Ishte një periudhë në Shqipëri që kishte shumë çuna që kujdeseshin për bimët. Po, bimët meditative. Meditative. Absolutisht. Kujdeseshin shumë shqiptarë. Ku nuk dalin, e ke parasysh. Po e kuptoj. Andaj punojnë kopshtar. Patjetër, ajo është mua ka më meditative se ajo. Po për qafimin e pemëve, ka qenë një periudhë. Numroj gjetet, a ka ecë mirë, as ka ecë. Tet ball çuna ato. Gec dhe pema dëgjon kam vlla. Nëse mo kota arta më. Zvim. E donim natyrën atëherë shumë. Po çafli ato. Po erdh kesh hall. Po të ngazmoj ngonjë këto pisha thu. Au pastrua ajri? Është vërtet që u pastrua ajri. Në çfarë kuptimi? Po pastrua ajri më. A u rrit gjelbrimin në Shqipëri? Nga 2014. Po shiko, është rritur gjelbrimi në Shqipëri, po vjet me ato zjarre që ran është keq. Ka u do gjysma Shqipërisë, nuk ka. Duhet të rimbjellim. Mos të përqendrohemi. Po, do kalojmë tani, doni natyrën. Duhet ta doni çdo ditë, jo vetëm ditën e tokës. Edhe mundësisht sa herë jeni në natyrë, përveç se t'i dhuroni mirënjohjen natyrës, është mirë edhe që t'i dhuroni diçka tuaj, si një formë nderimi dhe falënderimi që natyra kujdeset për secilin prej nesh. Unë për vete sa herë udhtoj, qoftë jashtë shtetit ose edhe në Shqipëri, kudo që shkoj sidomos në natyrë, i dhuroj gjithmonë natyrës, dhe zakonisht i dhuroj punimet e mia që punoj me kristale. Ja jap gjithmonë dhurat natyrës dhe them faleminderit për të gjithë energjinë që më dhurove, sepse ne kur shkojmë në natyrë, energjia jonë purifikohet dhe pastrohet, të gjitha ngarkesat tona emocionale largohen dhe natyra na karikon me energji të re dhe pozitive, kështu që në një farë mënyre ne duhet t'i kthejmë reston, le të themi. Jemi dakord. Tani do shikojmë pak si ka ndikuar ose si do ndikojë mrekullitë e demit. Sezoni demit për secilën shenjë. Demi bën namin më. Shikoj se ky muaj ka për të qenë spektakël. Ky muaj, domethënë ky sezon është i mbushur me sensualitet, me bukuri, sensualitet. Po, nëse dashi kishte shumë energji seksuale, krijimi, demi është më i butë, ka energji shumë sensualiteti, domethënë. Pse është më i butë demi? Unë mendova se ishte kundërta. Jo, është shumë më i egër, po energjia duke qenë se drejtohet nga Venusi. Venusi është planeti i dashurisë, i bukurisë, kështu që ka një nuancë më sensualiteti. Kush është më sensuale nga këto shenjat? Direkt para se kush është shenja më sensuale? Është demi, janë peshqit, është peshorja gjithashtu. Do thoja dhe shiqetari, por shiqetari është më shpirti i lirë, më shpirti i egër. Me qartë. Do e filloj me demin, ta lëm dashin për në fund sat. Po sigurisht. Ja bëjmë mirë shefin demi. Po demi është tani ç'kjo, do bëjmë dashin. E bë dashin sikur kush është dashi. Demi një herë këtë sezon, në sezonin e tij, duhet të lidhet me intuitën. I ka dal shpirti i bufit. Bufi lidhet me intuitën, lidhet me vizionet e brendshme, ato vizione që nuk ti shikon njeri, po vetëm ti i di, kështu që këtë sezon përpiquni që mos dëgjoni çfarë thot bota, por besoni veten tuaj më shumë, lëni dashurinë të hyjë në sistemin tuaj dhe lejoni zemrën ose dashurinë brenda jush t'ju drejtoj tek rruga e re. Gjithashtu këtë muaj, këtë sezon më saktë, duhet të lidheni me kafshët dhe duhet të krijoni një marrëdhënie të ngushtë dhe ndoshta disa prej idemëve do ju kërkohet ose do jenë në situata që duhet të ngrejnë zërin për shembull për keq trajtimet e kafshëve ose gjëra të tilla. Ideja është të lidheni me natyrën sepse jo më kot dita e tokës është në sezonin e demit. Me që jeni ju të parë dhe jeni sezonin e juaj, juve do ju lexoj 4 letra, okay? Që bëj pak qefin. Lidhemi edhe me kafshët. Duhet të largoheni këtë sezon nga të gjitha ato atributet negative të njeriut, që mund të jenë zilia, mund të jenë inati, xhelozia, të gjitha këto. Domethënë, qëllimi juaj këtë sezon duhet të jetë të fokusoheni te dashuria, të fokusoheni te bukuria, të fokusoheni te gjërat pozitive, të fokusoheni te gjërat që mund të ndodhin, hiqni nga mendja po sikur të ndodhi më e keqja, jo, filloni ushqeni iden, po sikur të ndodhi më e mira. Sigurisht kjo kërkon që ju për më të mirën, kërkon që ju të hiqni dorë nga realiteti që nuk ju pëlqen më ose realiteti që ju mundon. Nuk është e lehtë ta bëni këtë gjë, por kjo është forma e vetme. Domethënë zgjidhni gjithmonë dashurinë, nëse jeni midis inatit, hatërmbetjes ose çdo
emocioni negativ, më mirë zgjidhni dashurinë dhe gjërat do bëhen më mirë. Dhe mësoni që të rridhni me rrjedhën e jetës tuaj. Qofshin këto gjëra të mira, qofshin këto gjëra negative, çdo gjë vjen drejt jush, që ju të mësoheni, që ju të rriteni dhe ju të evoloni dhe të avanconi në një kapitull më të mirë dhe lërini gjërat të ndodhin, mos çoni presion. Mos toni kur. Mu duken shumë përgjithshme këto mua tani. Konkretisht çfarë do ndodhi? Duhet të jemi më të hapur ndaj emocionit. Është sezoni juaj që do të thotë do ndodhi një transformim për ju. Nuk mund të ketë gjëra konkrete sepse unë po bëj një lexim kolektiv tu, nuk është se po flas specifikisht për ty. E kupton, patjetër. Për mua, ore. Ja sa të marrëm emisionin do të më bëshin personale çam dalin mua. Tani kalojmë te binjakët, me që e lam dashin për në fund. Te binjakët. Binjakët këtë sezon nuk duhet të mërziten, duhet të përqafojnë energjinë e tyre feminore, duhet të përqafojnë gëzimin, duhet të përqafojnë ato janë flutura sociale. Por duket si kohët e fundit e kanë haruar këtë gjë, kështu që këtë sezon ka nevojë të relaksojnë, ka nevojë të fikin trurin, ka nevojë të dalin më shumë nga shtëpia ose nga guaska ku janë fshehur dhe ka nevojë mbi të gjitha të kërcejnë dhe të lidhen me fëmijën e tyre të brendshëm dhe ta jetojnë jetën me gëzimin që kishin kur ishin 5 vjeç. Mund të lënë gjërat e mira të vinë drejt tyre, sepse vetëm në këtë formë do ndërpo shumë mirë. Kalojmë tani tek ngaforja. Ngaforja qeka i çik emocionale dhe pa vendosur. Dirama, ja na thuaj për Ramën se i pari vendi dyshore, ti edhe i mirë jemi ne. Momentalisht duken sikur janë të zhytur në mes të oqeanit dhe kanë shumë beteja që po vinë drejt tyre dhe duken kështu si të mundur se kur nuk doja dalin dot, sikur nuk ka shpresë më për ata, por çështja është që gafore. Nuk ka betejë që vjen drejt teje që ti nuk ja del dot. Ideja është që duhet të guxoni, të ecni përpara, sado që të ndiheni të mundur, vazhdoni ecni përpara sepse ajo forca e fuqisë dhe e liderit të brenda jush nuk shuhet dot. Nuk është e kollajt për të shuar, kështu që mblidhni veten, mblidhni forcat kudo që ti keni, edhe sikur të keni vetëm një grimc të vogël force, çohuni, thojni vetes stop, nuk do qëndroj më I ose e mbytur dhe vazhdoni përpara dhe ndërmerrni hapa pozitive. Ky është sezoni I duhur për të bërë këtë gjë. Pra, mos u qani, mos u mbysni nga lotët e juaj, po vazhdoni ecni përpara. Tani ke ca vështirësi gaforja me sa duket. Patjetër është xha në vështirësi. Është. Ka ca kohë që është në vështirësi, por sigurisht gjithmonë do ja dalin. Ja dalin gjithmonë. Shtrin kilja. Po, ka vajt. Luani ti del kryeëngjëlli Rafael. Dhe I kërkon që këtë sezon të fokusohen që të shërojnë mendjen, trupin dhe shpirtin, të fokusohen tek mirëqenia e tyre personale, të fokusohen tek mirëqenia e njerëzve që kanë përreth ose e kolegëve, domethënë shërimi është tema kryesore e këtij sezoni për Luanin. Kjo tani se si kanalizohet tek secili Luan, kjo është shumë personale, dikush ndoshta vërtet mund të ketë nevojë të shkojë të bëj vizita tek mjeku, dikush mund të ketë nevojë të bëjë një terapi holistike, dikush mund të ketë nevojë të kujdeset për trupin, për shembull të ushqehet mirë, të shkojë në palestër ose të bëjë një aktivitet fizik apo më saktë të dalë qoftë edhe nga shtëpia për të bërë një ecje. Ideja është që shërimi është tema kryesore për ju. Se si do e kanalizoni ju, jeni të lirë ta bëni sipas nevojave të juaja personale. Shëroni këtë. Ideja është që keni ëngjëjt në anën tuaj. Nuk jeni vetëm, nëse ndonjëherë jeni ndjer vetëm, nuk jeni vetëm. Kalojmë tek Virgjëresha. Sa bukur Virgjëresha. Virgjëresha si ka rënë Feniks, që do të thotë. Kanë kaluar një periudhë shumë të keqe, ndoshta nuk është thjesht 1-2 muaj, mund të jetë shumë më shumë, mund të jetë edhe mbi 1 vit. Kjo periudha e keqe. Çdo gjë ka ndodhur për ju, çdo gjë ka ndodhur që ju të jeni pikërisht këtu ku jeni tani dhe çdo gjë ka ndodhur që ju të transformoheni dhe njësoj si Feniks të digjeni në zjarrin tuaj dhe nga I hiri të rilindni përsëri. Pra një kapitull I ri do filloj për Virgjëreshën. Dhe Virgjëresha në shenjën e Demit, pra në sezonin e Demit, është në elementin e vet, duke qenë se janë të dy shenja toke, kështu që
Brigjeresha shumë rehat në këtë sezon, kështu që duhet ta lejoj veten të pushoj, sepse pas çdo transformimi gjithmonë duhet të ketë një pushim të thellë, se përndryshe nuk fillojmë dot një kapitull të ri, sepse i bie të fillojmë kapitullin e ri me bagazhet e së vjetrës. Pse na duhet pushimi, na duhet që të reflektojmë çfarë duhet lëmë pas, çfarë duhet të zbrazim dhe çfarë duhet të marrim me vete në kapitullin tonë të ri. Unë mendoj që ishte shumë pozitive, kjo është një kartë shumë pozitive dhe nuk e di, ndoshta nga që unë kam shumë qejf Phoenix si element, por shpresoj që edhe Brigjeresha ta shohë këtë pozitivitet dhe të përfitoj nga kjo energji për të krijuar jetën e tyre të re. Tani kalojmë te Peshorja. I ka rënë Dragoj. Këtë sezon është interesante se Peshorja me Demin janë shpirtra brinjak dhe çiftet Peshore Dem shkojnë shumë mirë njëri me tjetrin. Dhe është interesante që Peshorja në sezonin e Demit, si thua shpirtit binjak, i del Dragoj. Çfarë do thotë kjo? I duket sikur gjithë të periudhë kanë dashur të bëjnë diçka, por nuk kanë mundur, nuk kanë pasur guxim, si duket nuk e gjetën guximin brenda tyre përgjatë sezonit të dashit, duke qenë se Dragoj shkon shumë me energjinë e dashit, si duket nuk e gjetën, mund të jenë hallakatur, duke qenë se Peshorja hallakatet shumë, shenja ajri, nuk ka balancë fare, pavarësisht se mendohet që Peshorja ka balancë, në fakt jo. Peshorja është në kërkim të balancës, dhe ndoshta sezoni i dashit e ka hallakatur, kështu që sezoni i Demit i thot kthehu tek qendra jote, kujtohu se kush je, zbulo edhe një herë nga fillimi kurajon që ke brenda vetes, kujtoj vetes forcën që ke dhe që ti mund t'ja dalësh mban për çfarëdo lloj gjëje dhe nisu. Domethënë, si ta themi në mënyrë metaforike, hipi Dragojt edhe thuaj nisu tani drejt gjërave që ti do të bësh apo do të arrish. Kështu që Peshorja thjesht duhet punoj me kurajon dhe motivimin brenda vetes. Ndoshta është duke pritur dikë që ta shtyj, që ti thotë ec përpara apo ti fusi një shjelp në thonjza. Ideja është që Peshorja nuk duhet presi fare askënd tjetër, po të bëhet vetë lideri vetes së tij. Si çdo shenjë. Bravo. Çdo shenjë. Ka shenja që ujori për shembull do ta shtysh pak. Dashi nuk ka nevojë ta shtysh, se të shtyn ai ty. Shtyn tjerët. E rëndësishme është jo në për kështu këto shkëmbije kështu, mos. Tani kalojmë tek akrepi. Po. Akrepit i ka dalë tigri. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që momentalisht i mungon konfidenca dhe i mungon kurajo. Pak a shumë edhe këta si Peshorja, por mendoj që këtyre i lidhet shumë me çështjen e karrierës. Po. Peshorja e ka me diçka një thirrje të tyre të brendshme që mund të jetë çfarëdo, në çfarëdo lloj fushe, po me akrepin e ndjej shumë me karrierën, duket sikur janë në një garë të vazhdueshme, po për të marrë pjesë le të themi te kjo gara, nuk kanë konfidencë mjaftueshëm te vetja e tyre dhe nuk ndihen mjaftueshëm ose nuk kanë kurajon e duhur për të dalë në dritë, sepse akrepi qëndron shumë pas perdeve, si shenjë, ka një aura shumë të mbyllur dhe e mban veten në atë botën mistike, po botën mistike jo për ta shfaqur misticizmin, po për ta fshehur dhe akrepi duhet ta stopojë këtë gjë, sepse nëse do të marrë pjesë në një garë ose ta zën do të marrë një post pune, duhet të shfaqet, duhet të lidhet me konfidencën, duhet të lidhet me besimin që ka te vetja dhe duhet të ftojë kurajon dhe ti thot vetes që you can do this. Ti mund ta bësh këtë gjë. Domethënë të kujtohet se kush është. Sepse shqyr zotit akrepi nuk është ndonjë shenjë dobët, është shumë e fortë. Shenjë dobët? Nuk mund të them tamam shenjë dobët, po e kisha në aspektin që është shenjë intense shumë. Nuk është shenjë neutrale, për shembull që sapo ta shikosh një akrep ti e ndjen që ka një energji intense. Domethënë për këtë e kisha fjalën. Kështu që akrepi për shembull ka intensitet jo vetëm në emocion apo në çështje fizike, por ka edhe në nivel psikologjik edhe psikik. Kështu që ka disa elementë që ndoshta shenjat e tjera nuk i kanë, kështu që duhet të shfrytëzoj. Mblidhni kurajon edhe vazhdoni, merrni pjesë. Mario. Po ke marrë hije mushkonje, nuk e di ç'ke. Ke hyrë në muajin të Demit, s'po del mirë muaji Demit. Shiko, shpreso për Peshoren andej. Tani kalojmë tek shigjetari. Shigjetari
do kaloj një epifani, do kaloj një transformim të thellë, dhe si do e kaloj shoqëtari këtë transformim. Shoqëtari është gjithkohës në lëvizje. Nuk e di, ju ka ndodhur ndonjëherë kur dikush ju thotë je shoqëtar dhe pyetja direkt është udhton shpesh besoj, sepse është krijuar. Po sepse udhtojnë shpesh. Sepse ata janë kërkuesit e së vërtetës. Kështu që me patjetër do udhtojnë, por gjithashtu janë edhe lojtarët më të mëdhenj në dashuri, kështu që gjithë avokatët e popullit janë shqiptar. Gjithë, pa diskutim. Besoj se është rasti. Jo. Diçka duhet të ketë, është o vlla. Çfarë kujton ti? Më shqiptar janë playboy dhe një womanizer, kështu që janë dhe playboy. Po patjetër. Ose dia këto, pjesën e Po sepse janë jokeri i janë jokeri shenjave. Po janë jokeri. Okay, shqiptar. Po gjithashtu kanë edhe një shpirt shumë fëminor, kanë një shpirt shumë të ri, domethënë nuk mund të rish dot në prezencën e një shqiptari dhe mos të ndihesh më i rinuar, mos të ndihesh më i vitalizuar. Është thjesht një veti shumë e veçantë që ata e kanë dhe pavarësisht se kohët e fundit e kanë pak disi të fikur, sepse mendojnë që duhet të udhtojnë tërkohës. Ky sezon i thotë që s'është nevoja vetëm të udhtoni, sepse momentalisht ka nevojë të udhtojnë tek drejt vetes. Po drejt vetes. O që ka reflektim, janë 5-6 shenja që kanë reflektim vetëm me veten. Po sepse është ideja që demi ty të shkakton këtë nevojën e brendshme për të pushuar. Ti çfarë ndodh kur pushon? Patjetër që do reflektosh. Ku ka punë jemi punë nga mëngjes deri në darkë pushim thotë. Ç'a pushimi ku? Mund ta gjesh 5 minuta në mbrëmje. Vetëm 5 minuta. Po nuk gjete 5 minuta, ke nevojë për 10 minuta. Mirë, Arudi, në fakt po pushove gjatë punës edhe të pushojnë. Po po pushim. Jo gjatë punës, jo. Jo gjatë punës tash, jo, nuk jo gjatë punës. Se do ngelin njerëzit pa punë pastaj. Ideja është që qytetari duhet të reflektojë thellë dhe domethënë ka transformim të thellë, mundësisht të gjejë dhe se kush është. Se duhet të kujtojmë që nuk jemi thjesht në sezonin e demit, jemi akoma në energjinë e portalit të dashit. Kur të vjen demi akoma për dashin dina, ç'mendem me këtë? O do na afektoj disa vite more. Po, fam. Kështu që në fund. Kjo kërkon që secili për nesh, jo vetëm shoqëtari, do bëjmë reflektim jo të thellë, por reflektim mbi çdo rrënjë tonën. Kështu që bëu gati ti Rut. Gati jam, gati. Kur kap fundin tesi s'ka, nuk shqetësohesh më. S'ka ç'a ndodhi më shumë. Briciapi duket sikur mund të ketë kaluar disa sfida ose ndoshta edhe momentalisht ende nuk i kaluar. Dhe sezoni i demit i thot pusho, ti thuash një briciapi pusho, është sikur i thua plat, e kupton? Edhe këto duhet pushojnë? Po, këta e kanë gjithmonë nevojë, nuk ka rëndësi se çfarë sezoni është. Briciapi gjithmonë i vjen mesazhi pusho, sepse nuk pushojnë. Sepse nuk pushojnë kur. Janë njerëzit më punëtor të gjithë zodiakut, domethënë. Briciapi. Briciapët janë. Po kot nuk ka lek briciap, punojnë, se nuk i vin nga qielli. Kot nuk ka lek briciapi. Jo, po janë vërtet shenja më punëtore. Që ka më punëtore, por edhe ka marrëdhënien më të mirë. Edhe e tërheq sepse unë kam thënë edhe herë tjera që briciapi ka një energji të fishme. Dhe ajo energji patjetër që do tërheqi para. Por vin edhe si shkak të punës që bëj. Ju investitor, të cilët doni, prap keni marrë një shesh për të ndërtuar, doni punëtori nga India, briciapi është një zgjedhje shumë e mirë apo jo? Briciapët nuk para janë punëtor, sepse janë gjithmonë lidera, pjesa më e madhe, janë drejtora. Briciapi është investitori. Po çfarë thot ky? Unë kujtova se ishte zgjen briciapi. Ne tjerët do shkojmë të punojmë. Po jo briciapi. Ideja është që briciapi këtë sezon i thuhet që mos të kenë frikë. Gjërat do rregullohen sepse nuk ka gjë që i ka ardhur apo sfidë që i ka ardhur briciapi që s'ka tipi që e ka mirë më tesi se më çmendet. Gjithë shenjat e mirë, si s'kishte mirë. Gjithë shenjat mos skime rak, mos skime rak. Kush e kishte mirë? Nuk e be binjakun ti? Çfarë tha binjaku? Ishte Bëu si fëmijë valla. Dakor. Virgjëresha, kapitulli i ri, gjëra të mira. Unë kuptoj që u mërzitë me shenjën tënde se kishe reflektim. Po jo, më shlidhje ka, po them, të gjitha shenjat duhet reflektuar. A nuk ka ndonjë shenjë thua shumë mirë ti, s'ke nevojë të bësh gjë. Po reflektove. Po se s'është asnjëri mirë, ç'a të bëj unë? Nuk është pa çat. S'është asnjëri mirë. Po nga dashi është e keqja e gjitha, nga gjitha e dashi është.
Jemi në energjinë e dashit. Po. Njerë në kaq muaj do më thënë janë gjisim fajin mërkurit kur kthehet në prapa vit, tani do dashi s'ka gjë. Dashi kurban si gjithmonë. Kalojmë tek ujori. Ka shumë gjëra që nuk kuptoj te horoskopi, megjithatë kalojmë tek ujori se mezi presin njerëzit. Po zguxoj tani ta them këtë se do thotë ky prap. Jo nuk është keq, por duket sikur ujori e ka lënë veten të zhytet në një lloj iluzioni që në fakt nuk është e vërteta e tij. Kështu që duhet të bëj një reflektim të thellë. Po pse more le veten mor ujor? Duhet të bëj një reflektim të thellë dhe të guxoj të përqafoj të vërtetën e tij, sepse ka ca të vërteta që nuk kanë lejuar veten të shprehin, qoftë edhe me mendjen e tyre se kështu me zë jo. Se ujorin përgjithësi ka pak probleme me throat chakrën, me chakrën e fytit, që ka siklet për të thënë ndonjëherë ato gjërat që vërtet duan të thonë, sepse janë shumë human si shenja, nga që duan të bëjnë vetëm mirë, kanë frikë se mos lëndojnë e këto gjëra dhe gëlltisin e pastaj përfundojnë në iluzion dhe përfundojnë duke reflektuar. Edhe do të reflektojnë. Tani ku jemi? Tani jemi te peshi. Kanë heq bajamet gjithë, nuk është keq. Peshi duhet këtë sezon duhet të lidhen me intuitën e tyre, nuk ka nevojë për të bërë reflektim. Jo. Të thellë, për një reflektim të votë shkëlde e bëjnë se po tani reflektim të shkëlbin gjithë. Që kanë shumë mirë. Janë peshqit janë mirë. Duhet të lidhen me intuitën e tyre, duhet të lidhen me botën e tyre të magjishme që kanë brenda vetes apo mendjes së tyre magjike. Amin. Ujori që ka mirë për çu. Jo ujori, peshqit, peshqit. Ujori kishte iluzione. Po, ujori ka do antibiotik. Problem. Po, peshqit që kanë mirë, domethënë. Peshqit duhet të lidhen me intuitën. Gjeni një peshkore kë kemi ti bëjmë në telefon, të rrim afër tyre këtë periudhë se po shkon gropo. Çka ka më? Dashi më harroj, la më mbëlsirën për në fund. Ç'm mbëlsirë është ajo? Mbëlsirë dashi. Po me reflektim. Ja gjëra të mira. Gjëra të mira, urdhroj. Ja paskaru. Dashi do njojë njerëz të ri këtë sezon dhe i kërkohet që të ushqej marrëdhëniet që ka ose marrëdhëniet e reja, ndoshta për disa njerëz do jenë kontrata të reja, qoftë edhe punë, domethënë bashkëpunime të reja. Gjotë. Bëu gati. Ideja është s'ka çat njëjë. Jo, ishte në nivel shoqëror dhe profesional, po. Për këtë po flisni. S'po flisnim për dashuri. Te kadastra mund të shohësh pak? Mund të ketë ndonjë kontratë aty. Rrim te dera kadastrës çdo ditë. Deri tani rojën kemi bërë shumë. Ti do ulule derës. Ideja është që Dashi do zjeroj rrethin. Ta s'ke shpresë. Rojet janë njerëz më interesantë institucioneve, po mund ta flasësh. Shumë e vërtetë. Tjetër temë. Është shumë e vërtetë, çfarë thua? Tjetër. Rojet janë briciap. Okej. Po. Do të thënë shiko Dashi dhe peshqit që kanë jo keq. Po jo mos ishte vetëm Dashi dhe peshqi. Ma tani vjet për gjithë. Ishte binjaku, vigjeresha. Po. Mua më duken shumë pozitive tani nëse Shqipërinë e Trump reflektimi i thellë e kuptoj, është shumë e rëndë të reflektosh si një person që ka 17 vjet që reflekton më thellë se çdo doja unë të reflektoja, është shumë e vështirë, por është dhe shpërblyese. Se në fund të ditës ti do fitosh xhevairin më të çmuar, që është vetja jote e vërtetë. Nuk do përfundosh në iluzion se ujori, kështu që për mua nëse si në iluzion, kjo është fitoria më e madhe që. Dakor, shumë njerëz do thoshin më mirë një iluzion i kënaqshëm se sa një. Pjesa më e madhe ashtu duan iluzion. Më lër të jetoj në iluzion. Fund ditës çfarë është jeta? Një iluzion. Është bekim ti jetosh iluzion. Po patjetër. Po kur bëhesh i ndërgjegjshëm nuk është më bekim. Prandaj po them lëri njerëzit mos se reflektojnë. Prandaj jam udhërofyese shpirtërore pikërisht për të kujtuar kush është iluzion dhe kush është e vërtetë. Ky është misioni im tani. Besoj tani shkuam me drejt fundit, besoj Tesi, kur hyn në Demi ka pe energjinë e mirë sot absolutisht dhe Tesi ishte më mirë. Sa ikëm nga Dashi, Çka ka me Dashin këtu? Po çka ka me Dashin? Unë Dashin e kam në shtëpi, çka ka me Dashin unë? Dashin mezi e kemi, kam babain, kam partneren, Dash vetëm Dash për gjithë jetën, kam shokun e ngushtë, Mateon, kolegun, vetëm Dash kam.
Do hap kopeo, vetëm më duhet një dele. Një dele. Ndoshta duhet të mësosh diçka nga dashit. Vetëm një pyetje të fundit ka dhe më përgjigje shumë shpejt. Përse shenjat janë kaq misogjine? Pse nuk quhet Luanesha? Pse nuk quhet Delia? Pse nuk quhet Lopa, po quhet Demi për shembull? Se kisha menduar asnjë. Ja, mendoj edhe herës tjetër që të vish do duhet të më sqarosh këtë gjë rreth këto. Zonja e zotërish me tesin dhe si mund ta them, udhërrëfyese shpirtërore, sigurisht besoj se mirë do shkojnë, sa të kohë të jeni nën efektin e demit të rinit qet, sa të futen shenja të tjera, bëni kujdes.